Një stuhi e fuqishme shoqëruar me breshër dhe rebeshe të tenduara shiu ka përfshirë ditën e dishme me fshatrat Tregan dhe Bathës në qarkun e Elbasanit. Fenomeni ekstrem i motit, që ka zgjatur rreth një orë, ka lënë pas pasoja të rënda, sidomos në sektorin bujqësor, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në të mbjella dhe pemtari. Sipas banorëve të zonës, breshuri me intensitet të lartë ka dëmtuar tërësisht sipërfaqe të mëdha toke të mbjella me kultura pranverore. Fshatrat Tregan dhe Bathës, njërë për prodhimin e ullirit, qershive, portokallëve dhe rushit, kultura të cilat janë goditur rënd nga stuhia. Fermerët janë të shqetësuar për humbje të mëdha që kanë pësuar dhe paralajmërojnë se ky dëmtim do të ndikojë ndjeshëm në prodhimin e sezonit dhe të ardhurat e tyre. Rebeshët e fuqishme kanë sjellë gjithashtu probleme në infrastrukturë, me disa rrugë rurale që janë bërë të pakalueshme për shkak të rrëshqitjeve të derave dhe grumbullimeve të ujit. Autoritetet vendore kanë dalë në terren për të vlerësuar situatën dhe për të evidentuar dëmet. Ndërkohë, fermerët kërkojnë ndihmë urgjente nga institucionet përkatëse për të përballuar pasojat e fatkeqësisë natyrore.